Komuniteti rom është një nga grupet etnike më të vjetra dhe më të shpërndara në Evropë, përfshirë edhe në Ballkan. Romët besohet se kanë origjinën nga India veriore, rreth 1000 vjet më parë. Ata u shpërngulën drejt Evropës përmes lindjes së mesme dhe u vendosën në vende të ndryshme, përfshirë Shqipërinë, Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Serbinë dhe më gjërë. Ky komunitet dallohet me muzikën e vetë, muzikën rome, që ka ndikuar në shumë zhanre evropiane, për shembull flamenco në Spanjë, muzika ballkanike e tjerë. Gjuha e tyre quhet romani, e cila ka dialekte të ndryshme dhe është e lidhur me gjuhët indo-ariane. Festimet dhe ritualet shpesh përfshin ngjyra të forta, veshje tradicionale dhe muzikë plot energji. Gjatë historisë kanë përjetuar diskriminim, marginalizim dhe stereotipe negative, por edhe kanë ruajtur një trashëgimi të pasur kulturore. Komuniteti rom, edhe sot që po flasim, përballet ende me diskriminim social, vështirësi ekonomike dhe qasje të kufizuar në arsim dhe shëndetësi. Organizatat ndërkombëtare dhe shtetet përkatëse përpiqen të punojnë në vazhdimsi për integrimin dhe përmirësimin e kushteve të jetesës së tyre, mirë po se sa i arrin këtë qëllim, lën shumë për të dëshiruar. Prania e romëve në territoret e ish Jugosllavisë, duke përfshirë territorin e Maqedonisë së Veriut, është regjistruar në shekujt 13 dhe 14, kryesisht të vendosur gjatë kohës së mbretit serb Stefan Deçanski. Shumica e romëve u vendosën në këto zona gjatë perandorisë osmane dhe shumica e tyre merreshin me farkëtari, tregti dhe muzikë. Pikërisht për këtë, shumica e romëve në vendin tonë janë popull sedentar dhe i përkasin grupit etnografik Arli, pra romëve vendas. Komuniteti rom aktualisht përballet në mënyrë sistematike me diskriminim, marginalizim dhe paragjykime negative, vështirësi ekonomike dhe qasje të kufizuar në arsimin bazik dhe shëndetësi. Politikanët dhe institucionet e vendit interesohen për këtë komunitet zakonisht vetëm në ditën e tyre ndërkombëtare, pra 8 prillin, sa për simbolik, protokoll dhe për fotografi. 8 prilli është dita më domethënëse për romët në historinë moderne të këtij komuniteti. Kjo ditë është shpallur dita ndërkombëtare e romëve dhe festohet me rastin e mbajtjes së kongresit të parë botëror të romëve në vitin 1971 në Londër. Për komunitetin rom, 8 prilli është domethënës sepse atëherë filloi organizimi politik i romëve në nivel botëror të pasluftës, dita kur u hodhën themelet e luftës së unifikuar kundër padrejtësisë, sidomos pas krimeve të luftës së dytë botërore, dhe ditës kur u hodhën themelet e historisë, gjuhës dhe kulturës bashkëkohore rome. Në kongres u morën vendime të rëndësishme që konfirmojnë identitetin rom dhe që përfaqësojnë themelin e romëve në të gjithë botën. Vendimi i parë i referohej emërtimit të komunitetit si pasojë e interpretimeve të ndryshme të romëve në literaturën e përgjithshme, si dhe në komunikimin e përditshëm. Pra, emri i përbashkët i këtij populli duhet të jetë rom, do të thonë rom që në përkthim të mirëfillt në gjuhën rome do të thotë njerëz. Nuk ka të dhëna zyrtare statistikore për popullsinë rome në Evropë, mirë po besohet se romët përfaqësojnë pakicën më të madhe evropiane me rreth 12 deri në 15 milion banor. Komuniteti rom përball standardeve të shtetit kundër sistemit Safe City. Me hyrje në fuqi të sistemit Safe City, u shpërfaqëm shumë tema dhe probleme sociale që kanë ekzistuar dekada të tëra dhe shteti i ka mbyllur sytë. Reagimet të shumta qytetare nxorrën në pa shumë të vërteta që shteti i ka mënjenuar, i ka shpërfillur me apo pa vedije dhe tani i dalin probleme serioze të shtrira në masa të mëdha sociale, komunitetet të tëra që vështirë është që ti inkorporosh brenda sistemit dhe gjirit institucional brenda një afati të shkurtër kohor. Pra, fjala është për komunitetin rom, komunitet
i cili është lënë anash në vazhdimsi nga politika që kur është krijuar shteti i Maqedonisë, tashmë i Veriut. Shqetësuese ishin rastet e para ca ditëve kur qytetarë nga komuniteti rom protestuan duke bllokuar rrugë në qytete, si Kërçov, Strumic, Shtip, Koçan, Shutk, por edhe në rrugën magjistrale Manastir Presp. Ata kërkonin nga shteti që t'i lejojnë që të vozisin pa patent shoferi, mjetet e tyre, duke u arsyetuar që tashmë s'mund të aplikojnë që të marrin patentën për shkak të mospasjes së arsimimit bazik, dhe se kërkonin nga organet kompetente që të lejojnë të vozisin pa patent, pa regjistrimin e mjeteve që të nxjerrin bukën e gojës që të bartin me mjetet e tyre, hekurishtet, drurët, apo gjësendet që të transportojnë të arrin deri te dinari e te idari atyre. I menjëhershëm ishte reagimi i kryeministrit zoti Mickoski, kur deklaroi se kërkoi nga Ministria e Punëve të Brendshme që të përgjigjet ashpër ndaj çdo rrezikimi të rendit dhe sigurisë publike. Rastet e tilla janë shqetësuese për shkak të nivelit të kërkesave që qytetarë nga ky komunitet deklaronin, që më pas dilnin në rrjetet sociale i demantonin po ato kërkesa të penduar se çfarë kanë pohuar një ditë më parë. Shtrohet pyetja se pse shteti ka lejuar që të ketë nivel të tillë qytetare social në masë kaq të madhe. Përse ata qytetarë të këtij shteti të mos të jenë të regjistruar askund në regjistra civil, të mos jenë të përfshirë në institucione, pse i gjithë ky informalitet të ky komunitet, etj. Kjo barë është e shtetit dhe dëshmon se ka dështuar në metodat inkluzive sociale të grupeve etnike brenda shtetit multietnik. Nisma dhe konferenca ka pasur ndërkohë edhe nga qeveritë e kaluara, mirë po, ato kanë mbetur vetëm në letër. Në prill të vitit 2023, në planin strategjik të Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, për vitin 2022-2025 janë përcaktuar prioritetet strategjike, duke përfshirë prioritetin e përmirësimit të infrastrukturës rezidenciale dhe asaj komunale të romëve në vendin tonë. Zëvendës ministër i Transportit dhe Lidhjeve i asaj kohe, Bekim Rexhepi, mori pjesë në këtë konferencë me temë Strategjia për Romët, Progresi dhe hapat e ardhshëm, organizuar nga kabineti i presidentit Pendarovski, dhe ndër të tjerash thoshte se vendi mund të mburret me synimet e saj për integrimin e romëve në vend. Republika Maqedonisë së Veriut gjithmonë mund të mburret me synimet e saj të sinqerta për integrimin e romëve. Kjo dëshmon edhe nga përmendja e romëve në kushtetut, strategjitë dhe planet e veprimit nga ndarja e burimeve financiare për romët. Edhe në ditët e sotme, kryeministri i vendit deklarativisht shpreh mbështetje për komunitetin rom, duke u fokusuar në promovimin e romëve si qytetarë të barabartë dhe pjesë të pandashme të shoqërisë, barazisë në arsim, të mundësive për punë si qeles për përfshirje sociale. Mirë po, deri më tani, ka mbetur vetëm në fushën e deklaratave politike dhe promovimit të ideve për përfshirjen e komuniteteve etnike, gjersa në teren nuk shohim masa konkrete të matshme, të miratuara ose zbatim të programeve specifike për komunitetin rom. Duhet të ketë diçka konkrete, zbatim praktik të politikave për dokumentacion civil, njohje të pronës ose ndihmë juridike për romët që zakonisht mbështetet vetëm nga programe ndërkombëtare si BE dhe Këshilli i Evropës, në koordinim me ministritë përkatëse, por jo domosdoshmërisht nisma direkte vetëm nga qeveria. Vlen theksuar se në vitin 2005 filloi nisma për projektin e ashtu quajtur dekada e përfshirjes së romëve. Ishte një nismë e 12 vendeve evropiane për të përmirësuar statusin socio-ekonomik dhe përfshirjen sociale të popullit rom në të gjithë rajonin. Me këtë projekt, që zgjati nga viti 2005 deri në 2015, ishte projekti i parë shumë kombësh në Evropë që përmirësonte në mënyrë aktive jetën e romëve. Vendet që morën pjesë në projekt ishin Shqipëria, Bosnia dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Çekia, Hungaria, Maqedonia, Mali, Zi, Rumania, Serbia, Slovakia dhe Spanja. Të gjitha këto vende kanë minoritete të konsiderueshme rome, të cilat kanë qenë mjaft të pafavorizuara, si ekonomikisht ashtu edhe socialisht. Slovenia dhe Shtetet e Bashkuara ishin në statusin e bashkëguesit. Qeveritë e vendeve të mësipërme janë zotuar të mbyllin hendekun në mirëqenien
dhe kushtet e jetesë midis popullatës rome dhe jo rome, si dhe t'i japin fund ciklit të varfërisë dhe përjashtimit në të cilën gjenden shumë romë. Secili prej këtyre vendeve ka zhvilluar një plan veprimi që specifikon qëllimet dhe treguesit në fushat prioritare të projektit: arsimi, punësimi, shëndetësia dhe strehimi. Sigurisht të gjitha këto të financuara nga organizmat e faktorit ndërkombëtar dhe akoma edhe sot nuk ka një rezultat në terren se çfarë është arritur me këtë projekt. Sidoqoftë, shteti tashmë ka arrit në këtë pikë vlimi e përplasje. Kjo u shpërfaq pikërisht kur ndërmori një nismë të mbarë në parim për sigurinë e qytetarëve të vet. Pra, fjala është për Safe City. Dhe tani përpara saj, shteti sheh veten në pasqyrë, veten se çfarë ka bërë tash e sa dekada nga themelimi i shtetit vet, që në të kaluarën ka pas hendeqje të mëdha sociale etnike, ka anashkaluar dhe segreguar komunitete të caktuara, ka ndarë qytetarët e vet në gjithë përfshirje sociale dhe se kjo gjë sot kërkon ndërhyrje urgjente institucionale me politika konkrete adaptive për të gjithë qytetarët, pavarësisht nga cili komunitet vinë, që të krijojë kushte të barabarta dhe jetë dinjitoze për të gjithë.